Edhe pse disa muaj më parë, problemi ujrave të zeza që dilin mbi sipërfaqe në rrugën Emin Dervishdana ishte sanuar përkohësisht, ai është rikthyer sërish. Televizioni Syri ka raportuar edhe më herët për këtë shqetësim, ndërsa gjendja aktuale tregon se problemi nuk është zgjidhur përfundimisht. Ekipi ynë ka dalë në terren ku ka vrejtur derdhjen e kanalizimit dhe erën e rëndë që vjen nga kjo zonë. Sipas banorëve, kjo situatë po avështirëson jetën e përditshme dhe po krijon shqetësime të vazhdueshme. Të lashë, bëllë të lashë, me ta era kanalizimit era keqe. Po mushë edhe rruga uje këtu, dëvnë, në jo mirë. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse. Ju shëllut komunës marë më në rrugëllu që të punë sa ma shpet se nuk po bëhat era. Era kanalizimit e vështirë. Problemi ujrave të zeza në rrugën Emin Dervishdana vazhdon të jetë i pranishëm, duke lënë banorët të përballen me kushte jo të përshtatshme për jetesë.